Kur ky i ri gjeti një shënim në xhaketën e vjetër ushtarake të gjyshit të tij, nuk e kishte idenë se jeta e tij mund të përmbysej kaq shumë. Ishte një copë letër e vetme mes shkaravinave të pakuptueshme. Ato nuk kishin kuptim për nipin 34 vjeçar që gjeti shënimin. Por pastaj ai e çoi copën e letrës te një ekspert, i cili tha këtë. Luka kur nuk mendoi se do të trashëgonte diçka. Babai i tij ishte më i madh se halla e tij dhe kishte qenë gjithmonë e afërt me gjyshin. Kështu që kur testamenti e mëroi atë si trashëgimtarin e vetëm të shtëpisë së vjetër familjare, askush nuk mund ta besonte, veçanërisht Luka. Ta la aty? Vëllai i tij pyeti i tronditur. Luka vetëm tundi kokën. Gjyshi duhet të ketë pasur arsyet e tij, tha ai. Por Luka ende nuk e dinte se të vërteta ishin këto fjalë. Gjyshi Karl kishte planifikuar që Luka të merrte shtëpinë, por vendërtesa ishte vetëm një aperitiv. Arsyeja e vërtetë për trashëgiminë e çuditshme të Lukës shkonte shumë më thellë se kaq, dhe gjithçka kishte të bënte me shënimin që gjyshi Karl kishte fshehur brenda shtëpisë. Por përpara se të fillojmë, shtypni butonin e pëlqimit dhe sigurohuni të abonoheni nëse nuk e keni bërë. Aktivizoni zilën e njoftimeve që të mos humbisni asnjë histori të re. Kjo copletër shkonte për te një dhurate, ishte një përgjegjësi. Luka hyri në shtëpi për herë të parë që nga vdekja e gjyshit të tij një të shtunë. Ai e mbante mend mirë vendin. Era e lehtë mishkore e njerëzve të moshuar dhe mobiljeve të mesit të shekullit ende qëndronte ndërsa i hapi hapin në korridor. Luka kujtoi festimet e krishtlindjeve këtu, kohët kur e gjithë familja mblidhej për darkë, dhurata dhe të qeshura, por kjo ishte shumë kohë më parë. E vërteta ishte se Luka nuk kishte hyrë brenda që nga koha kur ishte adoleshent. Kur gjyshi mësoi si të gdhente bilbila trurin në punishte, tani ajo ishte e tij. Shtëpia e tij me të drejtë, gjë që ende i dukej pak e çuditshme, por gjërat do të bëshin të qarta shumë shpejt. Luka eci më tej duke dëgjuar dërrasat e dyshemes që kërcisnin nën peshën e këmbës së tij dhe duke nuhatur aromën e kedrit të vjetër. Luka filloi detyrën e ngadalë të renditjes së kutive të vjetra. Disa ishin plot me letra të verdha, të tjera me fotografi bardhëzi. Vegla të ndryshkura nga mos përdorimi ishin pranë këpucëve të konsumuara dhe fletoreve të zbehura. Vërtet ka mbajtur gjithçka, murmëriti Luka me një buzë qeshje. Çdo objekt zgjonte një kujtim. Udhëtime kampingu, enigma pranë zjarrit, histori që gjyshi tregonte dhe që dukeshin si sekrete. Shtëpia ishte një muzeum i gjallë i lidhjes së tyre. Vëllezërit e motrat e quanin trashëgimin të rastësishme. Babai Lukës e quajti të padrejtë, por Luka e dinte më mirë. Gjyshi i kishte thënë një herë. Ti më kupton në mënyra që ata kur nuk do t'i kuptojnë. Nuk ishte për qëllim të fyej pjesën tjetër të familjes, ishte thjesht e vërteta. Ata e donin gjyshin, sigurisht, por Luka e kuptonte atë. Kjo e bënte këtë vend të ndjej më pak si një çmim dhe më shumë si një përgjegjësi. Pas një dite të gjatë të pastrimit të katit kryesor, Luka u ngjit në Papafingo. Ishte ashtu siç e mbante mend, me pluhur, me trar druri të pjerrët dhe një dritare të vogël të rrumbullakët që linte të hynte një rrezë drite. Ishte pjesërisht bosh, përveç një dollapi të gjatë të vjetër lisi që qëndronte në qendër. Brenda saj varej arsyeja e vërtetë për këtë trashëgimi të çuditshme. Dollapi ishte i bukur në mënyrën e tij të ashpër, i gdhendur me doreza bronzi të konsumuara. Luka u afrua dhe hapi dyert e tij që kërcisnin. Brenda varej një artikull i vetëm, uniforma ushtarake e gjyshit të tij. Ishte e paprekur pavarësisht moshës, me rreshta medaljesh të ngjitura me krenari në gjoks. Luka e kishte parë gjyshin Karl duke veshur atë në një përkujtimore veteranësh një herë, po kur nuk e kishte parë nga afër kështu. Luka u afrua më pranë duke nuhatur mëngët. Për ndonjë arsye pëlhura ende mbante erën e gjyshit. Edhe pse Luka e dinte se kjo ishte e pamundur, ai ngriti uniformën butësisht nga varësja duke ndjer peshën e saj të çuditshme. Mëngët ishin të ngurta nga mosha, xhepat ishin ende të mbyllur me kopsa. Luka e vendosi me kujdes mbi një karrige aty pranë dhe kaloi gishtat përgjatë shenjave. Çdo copës kishte një kuptim. Çdo medalje ishte fituar. Ai kishte dëgjuar histori lufte, por të shihej uniformë nga afër e bënte gjithçka të ndjehej vërtet. Pas inspektimit të pjesëve të jashtme të uniformës, Luka nuk mund të mos ndjente dhe brenda saj. Duart e tij lëvizën te xhepat e brendshëm nga kurioziteti.
Dhe kur fërkoi Brenda preku diçka të rrudhur dhe të thatë. "Çfarë është kjo?" tha Luka ndërsa ndaloi për një moment përpara se të nxirrte përmbajtjen e xhepit. Ishte një copë letër e verdhë dhe palosur, e rrudhur shumë herë sikur dikush e kishte lexuar shpesh. Pulsi Lukës u shpejtua ndërsa e shpalosi shënimin, duke ndjerë rëndësinë e tij. Simbolet e çuditshme nuk kishin kuptim dhe rreshta dukeshin si një gjuhë e çrregullt. Ai lexoi me zë, por fjalët vetëm e hutuan më tej. Sucelel fit a hild from za. Letra ishte mbushur me fjalë të shkruara gabim dhe hapësira të çuditshme, sikur të ishin shtypur rastësisht. Megjithatë, në qendër ai njohu shkrimin e gjyshit të tij, Karl Jensen. Pse do ta shkruante gjyshi këtë? Luka pyeti veten, i hutuar dhe intriguar. I raskapitur ajo përpoq të flinte, por nuk mundi. Shënimi vazhdonte të përndishte mendimet e tij, simbolet e çuditshme dhe rreshtat e thyer notonin pas shqepallave të tij. Të nesërmen në mëngjes, Luka ende i lodhur përpoq të kujtonte frazën. Ajo ngacmonte një kujtim, diçka të njohur nga fëmijëria e tij, ndoshta një histori para gjumit ose diçka që gjyshi i kishte thënë. Nuk mund ta kapte plotësisht, por ndjenja se shënimi kishte një rëndësi të madhe qëndroi me të. Kurioziteti dhe vendosmëria e tij ishin më të forta se lodhja. Luka e dinte se gjërat e gjyshit të tij kishin gjithmonë një qëllim. Ky shënim nuk përbënte përjashtim. Ai vendosi të kërkonte ndihmë, duke gjetur një kontakt për një ekspert në shënime të vjetra ushtarake, Dr. Adrian Keller, i specializuar në shkrimet e koduara. U përgjigj shpejt dhe pranoi të takoheshin atë pasdite. Luka nxitoi drejt kafes Marlo me peshën e shënimit të rënë në xhep. Në kafe, Dr. Keller e njohu me një herë shënimin. Ky është një shifër e vjetër fushore, tha ai, duke shpjeguar se fjalët e çuditshme ishin të qëllimshme, një lloj kodi transpozimi i përdorur nga ushtria amerikane gjatë mesit të shekullit të 20 për të mbajtur mesazhet sekrete nga armiku. Luka dëgjoi me vëmendje ndërsa eksperti filloi të përkthente mesazhin rreth pasreshti në një precet. Është një vendodhje, tha Keller pas një çasti, dhe udhëzime. Vend pushimi përfundimtar, përgjigjet, shtrihet në trëndafil, në një perëndim të shelgut, përdor një lopatë dhe gërmon thellë. Mendja e Lukës u nxit. Gjyshi i tij kishte shkurrë trëndafili dhe një pemë shelgu në oborrin e pasëm. A mund të jetë vërtet kështu? Keller nuk mund ta konfirmonte, por mesazhi ishte i qartë. Diçka ishte groposur atje. Pjesa tjetër e shënimit lindi të kuptoj një mister më i thellë. Referenca për një të kaluar të mbyllur, një premtim i pathyer dhe kthimi i asaj që ishte humbur. Luka nuk mund të mos ndjente se diçka personale ishte fshehur në oborrin e gjyshit të tij, duke pritur të zbulohej. Zbulimi i shifrës e bëri misterin dhe më tërheqës, dhe Luka e dinte se duhet të gjente përgjigjet. Luka shikoi shënimin përsëri në shkurrë trëndafili në perëndim të shelgut. Kjo duhet të jetë oborri im, tha Dr. Keller me një buzëqeshje. Atëherë, më mirë të shkojmë të gërmojmë. Një heshtje e çuditshme u var mes tyre, ndërsa ktheheshin me makinën te shtëpia e Lukës. Eksitimi dhe energjia nervoze rëndonin mbi Lukën. Ndjej sikur po prish diçka të shenjtë, pranoi ai. Keller tundi kokën. Ndoshta, ose ndoshta thjesht po përfundon një histori që gjyshi nuk mundi ta mbyllte vet. Oborri pasëm duke i pandryshuar. Pema e shelgut anonte drejt shtëpisë me shkurrën e trëndafilit të mbjellë në perëndim të saj, ashtu siç përshkruaj. Luka mori 2 lopata dhe i dha një Kellerit. Ata gërmuan për gati një orë. Grumbulli dheu sa vinte rritej. Duhet e kajtë groposur thellë, murmëri Kell, pikërisht kur Luka mendonte të sugjeronte një pushim, lopata e tij goditi diçka të fortë. Prit, e dëgjove? Pyeti Luka. Keller u ul pranë gropës duke fshirë dheun me duar. Ngadal u shfaq një kuti metalike e ndryshkur, e mbyllur në një qese plastike për të mbrojtur përmbajtjen e saj. Luka e nxorri jashtë me zemrën që i rrinte fort. Është e vërtet, përshpëriti ai. Shikoj Kellerin, i cili tundi kokën në miratim. Le të hapim së bashku. Ata hapën kutinë dhe gjetën disa fotografi brenda. Disa ishin të gjyshit të Lukës në vitet e tij ushtarake, të tjera të njerëzve që Luka nuk i njihte. Fotografitë e para ishin të pafajshme, duke treguar gjyshin Karl me një grua, por disa të fundit i dhan Lukës një tronditje. Një foto tregonte një grua shtatzën rënd, me gjyshin Karl duke i mbajtur barkun. Fotografia e fundit e shkrepur ishte në spital, tregonte Karlin dhe gruan duke mbajtur një foshnjë.
Zemra e Lukës u ndal për një çast, ndërsa ktheu foton dhe pa fjalët. 1960 në Hanoi, Vietnam. Carl Jensen, Lyn Win dhe djali Will Jensen. Emri Will Jensen tingëllonte i njohur. Ishte emri babait të tij. Pa pritmas, gjithçka u bë e qartë. Luka dhe babai i tij gjithmonë dukeshin ndryshe nga pjesa tjetër e familjes. Ishin të vetmit me flokë të errët dhe një ngjyrë lëkure tjetër. Por tani copsat u bashkuan. Keller futi dorën në kuti dhe nxorri një letër që dukej e re krahasuar me fotografitë. "Është drejtuar ty", tha Keller, duke ia dhënë Lukës. Ai njohu shkrimin e gjyshit të tij. Letra fillonte: "I dashur Luka, unë kam vdekur nëse po lexon këtë. Më vjen keq që kur nuk të tregova të vërtetën." Sytë e Lukës u zgjeruan ndërsa vazhdoi të lexonte. Gjyshi e kishte dashur gjyshen e tij dhe kishte pasur 2 fëmijë me të, por zemra e tij i kishte takuar gjithmonë një tjetre. Ai kishte takuar Lin gjatë luftës në Vietnam dhe dashuria e tyre kishte çuar në lindjen e babait të Lukës, Will. Pas luftës, gjyshi Carl u kthye në Amerikë me Willin, duke lënë Lin pas. Dhimbja e ndarjes ishte e thellë, por gruaja e Carlit kishte pranuar të arriste Willin si të saj, me kush që Carl të mos fliste kurrë për Lin përsëri. Carl përfundimisht i tregoi të vërtetën babait të Lukës, por ai nuk donte ta dinte. Megjithatë, Carl besonte se Luka do të donte ta dinte të vërtetën për trashëgiminë e tij. Ajo nuk ishte nëna jote, por është pjesë e gjakut tënd. Carl shkroi: "Shtëpia që Luka trashëgoi u pagua me paratë që Lini kishte dhënë Carlit për të rritur djalin e tyre." Në fund të letrës, Carl ndau se Lin ishte zhvendosur në Amerikë dhe jetonte në një qytet aty pranë. Nëse dëshiron ta takosh, kjo është adresa e saj. Duart e Lukës dridheshin ndërsa lotët i mbushnin syt. E vërteta më në fund kishte dalë në dritë. Përpara se të shkonte te Lin, Luka shkoi me makinë te shtëpia e babait të tij me duart që i dridheshin në timon. Will Jensen duke i hutuar kur Luka mbërriti pa paralajmërinë me letrën në dorë. "Bab, të lutem, vetëm lexoj këtë." Heshtja pasoi, pastaj lot. Luka shpjegoi gjithçka. Fotografitë, gruaja, shtëpia, premtimin dhe për herë të parë, Will nuk e refuzoi. Ai tundi kokën. "Le të shkojmë ta takoj." Shtëpia e vogël qëndronte e fshehur pas pemëve me lule. Luka priti pranë makinës ndërsa Will eci lart në shkallë. Lin hapi derën përpara se ai të trokas, sikur të kishte pritur 50 vjet. "Will?" përshpëriti ajo. Ata u përqafuan me një heshtje që thoshte më shumë fjalë se kurrë dhe nuk mund të thoheshin të gjitha. Luka shikoi me zemër të mbushur, ndërsa 2 jetë të ndara nga koha filluan të bashkoheshin në një moment të bukur. Më vonë, ata ulën rreth tavolinës së kuzhinës së saj, Luka, Will dhe Lin, duke qeshur mbi fotografi të vjetra dhe kujtime që asnjëri prej tyre nuk i kishte ndarë më parë. Lin vendosi dorën mbi atë të Willit dhe i buzëqeshi Lukës. "Ti solle djalin tim në shtëpi", tha ajo butësisht. Me gjyshen që tashmë kishte vdekur, tani kishte hapësirë për shërim, për rilidhje. Dhe ndërsa Luka shikonte rreth e qark, ai e dinte se historia e gjyshit të tij kishte gjetur fundin e saj.